Tregon dikush thot në vendin tonë, thot atje ku jetonim, kishim një njeri i cili bënte mirë, jepte shumë, por nuk e jepte asnjëherë fshehtas. Gjithmonë e jepte haptas dhe priste që ta shohin dikush kur jepte. Pra jepte, por ama u donte me patjetër ta shikonte dikush. Tërë jetën e kishte kaluar duke dhënë, sepse kishte mundësi ekonomike. Një ditë i kërkon një grua e moshuar, i thot, kam bërë gjellën për fëmijët, nuk kam t'i hedh qep. A i kishte në dorë disa qep, po shkonte për në shtëpi. Shikon djathtas, shikon majtas, mrapa, me radhë, nuk ka as njëri tjetër përveç asaj gruaje në rrugë. Pret 2-3 minuta për të kaluar dikush që ta shohin duke i dhënë qepen asaj. Nuk kalon askush, ja jep qepen, thot, tërë jetën kam dhënë duke më parë tjerët, sot ta jap pa më parë kush. E jep. Atë natë, në ëndër shikon sikur vdes. Përpara në tabut, një person i cili ishte sipas njerëzve me të meta mendore në fshat, vjen para se t'i falet xhenazja me një kokër qep, ja vendos mbi tabut edhe thot, kjo është ajo që do marrësh me vete. Zgjohet nga gjumi i djersitur. Thot, bom pasa kaluar gjithë jeta, duke bërë për sytë e dynjas, e për ahiretin unë s'pas kam punuar asgjë.